Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma amma ba'd. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Falenderojmë Allahun azza wa jalla për të mirësitë të mëdha që na ka dhëruar të dashur dhe besimtarë, që ta takojmë këtë ditë të madhe të bekuar të kësaj feste të madhe dhe të veçuar të Kurban Bayramit. Dërgojmë salavatet dhe selamet të dërguarin e tij, Muhammed Mustafa, alayhi salatu wassalam. Përshëndesim të gjithë besimtarët që janë sot këtu me ne në këtë xhami, në programin qendror të organizuar nga Kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës, rastin e festës së Kurban Bayramit. Po ashtu përshëndetjet tona i dërgojmë edhe për vëllezërit dhe motrat tona cilat na përcjellin përmes ekraneve këtu në Kosovë dhe jashtë në diasporë, duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala që të jenë mirë, rahat, dhe kjo ditë t'i ketë gjetë të lumtur dhe t'ju ketë sjellë dhe t'ju sjellë begati, qetësi, lumturi në familje, në shtëpi, në rrethin familjar dhe në krejt Kosovën tonë të dashur. Të nderuar vëllezër besimtarë, pse festojnë muslimanët? A ka ndonjë kuptim, qëllim, urtësi, festa e Kurban Bayramit, e Fitr Bayramit? Këto janë festa hyjnore, të cilat i legjitimoi profeti Allahu subhanahu wa ta'ala në Medinë. Andaj, me domos këto do të kenë urtësi të mëdha, qëllime dhe objektiva të mëdha, urtësi të shumta, të natyrave të ndryshme, të aspekteve të ndryshme, të dobishme për individin, për familjen, për shoqërinë, për ummetin parë. Dhe gjitha këto kuptime, urtësi, objektiva, cilat i kanë këto festa, sigurisht se nuk mund t'i trajtojmë në këtë ligjërat të shkurt. Por të nderuar vëllezër, kam përzgjedhur që kësaj feste t'i qasem nga një kënd i vetëm kuptimet edukative të festës së Kurban Bayramit. Cilat janë mesazhet edukative, objektivat edukative që përmes kësaj feste dhe festës së Fitr Bayramit përfitojmë ne individualisht, familjet tona, shoqëria jonë dhe njerëzimi. To janë të shumta. Kuptimet edukative të festës së Kurban Bayramit janë të shumta. Do të mundohemi të përzgjedhim disa ndoshta më kryesorët, që ta kuptojmë rëndësinë e kësaj feste, rëndësinë e kësaj dite, madhështinë e kësaj feste, sepse fatkeqësisht ka filluar të zbehet festimi, ka filluar të zvoglohet interesimi për pjesëmarrjen në këto festa. Madje kanë filluar besimtarët që pikërisht për festën e Fitr Bayramit dhe të Kurban Bayramit ndoshta të shkojnë në pushime dhe ta mbyllin shtëpinë. Sigurisht si kanë kuptuar mesazhet që i kanë këto festa të nderuar besimtarë. Por e përsëris janë festa hyjnore.
Andaj Zoti na ka ndëruar padyshim që na ka bërë pjesëtar të kësaj feje, që edhe festat i kemi hynore, edhe festat i kemi të dobishme. Tash vëllezër, kuptimet edukative të festës së Kurban Bayramit janë disa dhe të fushave të ndryshme, të aspekteve të ndryshme. Prej tyre fillimisht, ose kuptimi parë është se kjo festë është falënderim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Falënderim dhe mirënjohje ndaj Krijuesit, i cili na mundsoi ose u mësoi besimtarëve robërve të tij që në Fitr Bayram ta përfundojnë Ramazanin, kurse tash ta përfundojnë Haxhin. Kjo festë ka karakter falënderues. Robi përmes kësaj feste dhe kremtimit të saj, me të gjitha ritualet që kjo festë përcillet, e falënderon Krijuesin dhe jo vetëm. Kjo festë është mirënjohje dhe falënderim edhe për familje, edhe për gratë, bashortet, nënat, edhe për fëmijët, edhe për prindërit. Është momenti kur besimtarët duhet falënderojnë fillimisht Krijuesin, por pastaj edhe krijesat, bazuar në hadithin që ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, nuk ka falënderuar Allahun si duhet njeriu përderisa nuk e ka falënderuar njerëzit. Atyre që i ka hak, atyre që i mbasa dhe fillimisht ne jemi në këtë dynja, pastaj një falënderim të madh atyre që i mbasa bepën e ne jemi sot në xhami. Ka dikush hise këtu, ka shumë mësues dhe hoxhallar që ndoshta i kemi harru, por është pikërisht kjo festë që tash përmbi shpirtat të tyre nëse në kanë vdek duhet me dërgu rahmet dhe me i përkujtu. Andaj Allah subhanahu wa ta'ala në fund të ajeteve të agjerimit, kur flet për obligosmërinë e agjerimit, thotë walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum. Që ta plotësoni watukabbiru Allah, me plotësu agjerimin dhe me e madhëru pastaj atë duke bërë tekbire. Pra kjo dhe festa para kësaj në Fitr Bayramit kanë karakter falënderues ndaj Allahut fillimisht, por pastaj edhe ndaj krijesave të tjera. Kuptim tjetër tash vëllezër i rëndësishëm i festës së Kurban Bayramit, edukativ, objektiv, edukativ, është se kjo festë dhe festa para kësaj feste, pra Fitr Bayramit, janë adhurim, janë ibadet. Përmes aplikimit, respektimit të këtyre festave, qysh ka kërku Zoti dhe i dërguar i tij, ne bëjmë ibadet, ne afrohemi te Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. E ai cili i respekton, i lartëson simbolet, ritet e fesë e Allahut, kjo është pjesë e devotshmërisë. Andaj çkash me fal sabahun, çkash me fal Bayramin, sigurisht është ibadet i madh. Dhe Zoti dhe robi afrohet te Zoti subhanahu wa taala përmes këtij adhurimi të veçantë. Pra të tash vëllezër, ne jemi të privilegjuar që edhe festat edhe gëzimet i kemi ibadet. Dhe
përmes shprehjes manifestimit, ne afrohemi te Zoti. Ky qëndrim këtu joni sot në xhami është ibadet. Këta hapa që keni ardhen ibadet. Ajo përgatitje që e keni bërë në shtëpi tuaja është ibadet. Pastrimi, rregullimi, veshja këtyre rrobave është ibadet. Kurbani që do ta thërrni tash është ibadet. Vizita që do t'i bëni sot, nesër, pas nesër janë ibadet. Ndihma që ja bëni atyre që ka nevojë janë ibadet. Ndarja e mishit kurbanit është ibadet. Këndimi të këbireve është ibadet. Lutit e një ibadet. E kështu me radhë. Ate nuk është që thjesht një fest tradicionale që nëse ki ku respektoje, nëse bën me lonë dhe me shku edhe ndeti. Jo të dashur të zërë. Jo të dashur të zërë. Allahu po thot kush i respekton simbolet e rritet e Allahut dhe fesë e tij, ajo shajë devotshmërisë e tij. E që i bjen se e kush i në përkën këtu, është rrezik që devotshmëria është dobësuar në zemrën e tij. Prej kuptimet të dashur vëllezër të kësaj feste është kuptimi i sakrificës. Edhe në Ramazan, sakrificë. Me agjeru një muaj, sakrificë. Tash me shku në haqë, sakrificë. Ma dje sakrificë edhe me shëndet, edhe materialisht, edhe lodhje, sakrificë. Me ndo këgja dëmjete me shku në haqë për hir të Allahut, sakrificë. Me therë kurban, sakrificë. Me ja falë dikujna hidhërimin që e ki ndaj ti, sakrificë. Duhet më përbi, duhet me te i kalu, duhet shumë dhe që ti ka thonë, ti ka bo me qu, për sakrificë. Andaj kjo është festë e sakrificës. Realisht, kjo festë dhe festa para kësaj e Fitr Bajramit është simbol i sakrificës. E nëse në duket që jemi duke sakrifiku shumë me therrjen e një kurbani 180 euro, pikrisht kjo fest në lidh me një pejgamber të madh. Abul Anbiya, baba i profetëve, Ibrahim a.s. I cili për Allahun madje në ëndër e kishte pa se duhet me sakrifiku të birin e tij të vetëm që Allahu ja kishte fal në pleqëri pothuajse. Pas një pritje të gjatë, pas lutjeve të shumta që i bëri që Zoti më i dhon një pasardhës, Allahu begatoi me Ismailin dhe urrit pastaj filloi edhe me hecë me babën e tij. E me ndihmu babës e tij djali i vetëm, e pikërisht në këtë moshë, kur fëmiu është jashtëzakonisht i nevojshëm, i dashur, i afërt edhe joshës për prindin, i vjen sakrifica. Ëndër e ka po. Ne i kemi të qarta hadithe. Fasalli li rabbika wanhar, falu për Zotin tënd dhe therr kurban. Kur'an. Kush i ka ranet, kush i ka mundësi dhe therr kurban,
le të mos vjen hiç në xhami, ka thonë profeti alayhis salam. Megjithatë, besimtarët hezitojnë. Ibrahimi nuk hezitoi fare. Jo vetëm Ibrahimi që ishte profet, por që të dreshtë dhe djali ti, o birim unë pa onë që duhet me të sakrifiku, me të bëjë kurban për Allahun. I tha, ja beti, pa asë një mëdysh, pa asë një refuzim, pa asë një debat dhe polemik. O baba im, dhe pra qyshe urdhru, dhe pra qyshe urdhru, po djali kujna ishte kë, ju kujtohet nana e ti, Haxherja, cilën po ky burri i madh Ibrahimi alayhi salatu wasalam, për të pas sakrificën e këtyre burrave dhe këtyre familjeve që kanë bërë për dinë të Allahut dhe për Allahun, pastaj me pasë sakrifica jonë shumë modeste. Shumë modeste. Kur i erdhi urdhë që inspirimi që me çu Haxherën së bashku me Ismailin foshnje, me çu në Mekë ku është sot Çobja, e në atë botë nuk kishte krijesa, nuk kishte njerëz aty, nuk kishte banem aty, madje nuk kishte as ujë, ishte shkretir. Mirë po i kishte marrë inspirim, bashortën me djalin foshnje, grua, një diskretire. E la Ibrahimi alayhi salatu wassalam e dërzoj ato ku kishte thënë Allahu, ku është sa Çobja e bekuar. Kur u kthy Ibrahimi ja kthej shpinën gruas së tij dhe që ishte së bashku me djalin e saj dhe të tij, i tha, o Ibrahim, ku po na lën? Kështu në sakrificën ta shëllëzë. Kjo fest është për një kuptim të tillë të kësaj feste. Me kuptu që është sakrificën. Tha, o Ibrahim, ku po na lën? O Ibrahim, ku po na lën? Ibrahimi nuk përthen kokën, sepse po i vjen vesh, ka thonë disa dietarë, se ka kthy kokën për shkak se nuk ka dashur që zemrës mi dhonë asë një moment me refuzu urdhën e Allahut. Kjo ka qenë një prej komentimeve. E dikush ka thonë edhe nga dhe mshuria që e ka pas, s'ka mujt me kthy kokën mrapa, sepse ndoshta ish kthy. Ku po na lën o Ibrahim? Ku po na lën o Ibrahim? Ibrahim alayhi salam po ja kthej shpinën, pastaj kjo nona e këtij djali që i tha babës vet, dhe për që Zotit ka udhëru, ky e kishte marrë dëkatën për kësaj nane të bekuar, e cila tha, Allahu amaraka bi hadha. Allahu t'ka urdhëru më na lën çitu. E kthej kokën dhe ja boni, tha po. Atëherë tha ec. Esta se nuk na humb Allahu. Nuk ka vendos diçka keq për neve Allahu. Nuk ka përgatit diçka të keqe Allahu, edhe nëse të ka thonë shkretir me shku. Ndaj, hezitimi me shku në Çobe, me mot 100 herë, me diskutue, me shkua, mos me shkua, me shkua, mos me shku, me shkua, mos me shkua, po më dojnë, kam edhe 100 punë. Wa adhin fi nas. Lejmëroj njerës të Allah hëtë për mes Ibrahimit. Kështu do të vëzër, prej kuptime pra të kësaj feste edukative që kemi nevoj, është edhe ky kuptimi drejt sakrificës në fe dhe për Zotin. Njërë që me pa i dashur vëlla, se gjëmoja që e falë ti nuk është ndonjë sakrificë. Elhamdulillah, është mirësi, është shumë e madhe.
Por sakrifica është me falë sabahën, e me falë dreket, e me falë ikindin, e me falë akshamin, e me falë jacin, e kështë më radhë. Tretë është edhe prej kuptimeve të rëndësishme në cilat karakterizohet kjo festë është shprehja, manifestimi i gëzimit. Feja jonë është festë serioze, është feja e burrave, nuk ka dyshim. Mirë po, në fejën tonë, në këtë fejë serioze, ka hapësirë për mu knaqë, për mu gëzu, për me festu, për mu relaksu. Ka hapësirë. Ama, pas të krysh do punë të mëdhaja. Dhe në mënyrë të përpikt prapë. Andaj kjo festë është pikërisht për mu gëzu besimtarët, me fut gëzim edhe në familjet e tyre. Sot është ditë gëzimi, sot është ditë hareje për besimtarët. Po të dashur vëllezër, nuk ka dyshim se gjendja e muslimanëve, në veçanti të atyre në Gaza, na ka lëndu dhe na lëndon. Dhe gëzimi ynë është i zëmë paksa. Por megjithatë, kjo fe një prej objektivat, kjo fe është prej objektivat tyre, ose të saj, dhe kuptimi i saj është edhe manifestimi, shprehja e gëzimit, shprehja e lumturisë me familje, me fëmijë, me xhamat, me shoqëri, me vllazëllak, e kështu me radhë. Sot nuk është dita me qëndruar që ditën serioz. Jo vallë të dashur. Transmeton Aisha radiallahu ta'ala anha. Thot në festën e Bajramit i kishte brenda në dhomë 2 vajza, cilat këndonin. Në dhomë, e ishte në dhomë e profetit a.s. Ishte shtëpia dhe profetit. Ishin 2 vajzat të reja që po këndonin. E hyri e Bubekri tha ja, o Ajshe, këngë në shtëpinë e profetit. Po ndëgjohet zoni shejtanit. Profeti ishte ofër, tha, sot është ditë Bajrami, sot është ditë feste. Komentatorët kanë thonë që Bajrami, festa Bajramit, duhet të dallohet, duhet të veçohet, duhet të festohet. Madje sahabët, ose në kohën e profetit është festu në xhami, edhe në disa aktivitete tjera, sikurse disa lojna që janë bërë. Këtë e ka tregu po ashtu Aisha radiallahu ta'ala anha. Gëzojnë dashur vëllezër, në veçanti familjet, në veçanti fëmijët, gëzoni fëmijët, lumturoni sot fëmijët. Pse fëmijët e muslimane me i prit me mall festat e të tjerëve? Pse? Sepse ata javjon një dhuratë. E ti nuk i thu të veç të hajde më falë, në xhami. Dhuroja të dhurata, blej roba, blej ëmbëlsira, dil, qone lodër e kështu me radhë. Në rëndësi, gëzoni fëmijët, lumturoni fëmijët, përmbushni ata sepse kanë nevojë. Fëmijët tonë sot kanë nevojë mu përmbush nga ky kënd të dashur vëllezër besimtar. Dhe duhet ju sillim atyre alternativa që feja jonë i ka leju, të gëzimit, të relaksimit, të dëfrimit. Edhe të përmbushim, por edhe të mos i japun pastaj ku edhe hapësirë që mjë lakmu të tjerëve në festat e tyre, e ndoshta edhe me shku me festu me diçka që Zoti subhanahu wa ta'ala hidhrohet.
ngëzoni familjet që ndoshta kanë hedhrim dhe mërzi. Vizitoni familjet që kanë pas raste mërzie e dhimbje. Vizitoni fëmijët e tjerë. Shkoni, vizitoni. Dërgoni dhurata. Sepse shpëtimi është i madh. E ndoshta nuk kanë mua që e derë dhe me i gëzu. Ndoshta nuk ka kush më ble rroba të reja. Ndoshta nuk ka kush më ble dhuratën e Bajramit. E profeti alayhi salatu wassalam ka thonë ana wa kafilul yatimi ka hatini fil janna. Unë dhe ai që përkujdeset për jetimin do të jemi afër sikurse edhe i ka ngrit aty gishta. Do të jemi afër në xhenet. Mos e hum këtë fitore, mos e hum këtë shpërblim i nderuar i besimtar. Prej kuptime poshtë dashur vëllezër është edhe manifestim shumë të rëndësishme. Kuptimeve edukative, në veçanti në ditët e sotit, manifestimi i vlerave dhe kulturës. Kem nevojë të festojmë sipas vlerave tona fetare dhe kombëtare që kemi pas. Kemi nevojë dhe duhet të festojmë me një kulturë të lartë, që përshtatet me fen tonë, cilës i përkasim, po dhe me kombin tonë, dhe me familjet tona, dhe me traditat tona. Kuptim tjetër shumë i rëndësishëm të nderuar vëllezër, shumë i rëndësishëm. Kuptim edukativ i kësaj feste është manifestimi i identitetit. Festat janë identitet. Festa është identitet, është traditë, është kulturë. Andaj duhet t'i ruajmë me fanatizëm. Identitet. Edhe festa tregon se kush je. Edhe mënyra qysh feston tregon se kush je. Edhe vesha tregon se kush je. Ose i dash me i tregu njeriu. Andaj profeti alayhi salam për me vërtetu ta që të ndashëllëzër, kur shkojnë në Medinë pas hijretit, i pa banorët e Medinës hebretë, cilët po festonin dhe i pyeti çka janë duke bërë, ta tha po e festojnë ja Rasulullah. Disa festa të tyre thanë neve ose juve Zoti u ka zëvendësu këto festa me dy festa të tjera, cilat janë festa e Fitr Bajramit dhe festa e Kurban Bajramit. Pra këto janë festat e muslimanëve. Këto janë festat tona të nderuar vëllezër, andaj festoni, madhëroni, ngritni, bëni atmosferë edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe me miq, edhe me shok, edhe kudo, sepse është identitet dhe kemi pse me festu pas këtyre detyrave të mëdha që i kemi kry. Një kuptim shumë i rëndësishëm, shumë i rëndësishëm, edukativ dhe fetar në këto festa është pajtimi dhe falja. Nuk kanë heshi festat në atë familje ku nuk shkojnë mirë me zveti. Nuk kanë heshi. Ai person që e feston Bajramin në xhami dhe nuk shkon të vllavi me bo Bajram, Bajramin e ka të mëngët. Është dita për me reflektu të dashur vëllezër. Është momenti për me reflektu. Ai që fal dhe përmisohet, ajruhu ala Allah, shpërblimin e ka te Zoti. Andaj mos ngurani me fal, me bo halal, të ka idhnu, të ka rënu,
sepse është dita e reflektimit dhe kuptimi fundit ndëruar besimtar që ndëlidhet ngusht me këtë festë, po edhe me ato që ka qenë para kësaj është kuptimi i solidaritetit, i ndihmës ndaj atyre dhe me ata që ka nevojë. Andaj, jo rasisht, therrët kurbani dhe preferohet që një pjesë e mishit të këtij kurbani me cilin afrohem te Allahu me dërgu tek ato familje që ka nevojë. Por jo të misht kurbanit, edhe me ndihma të tjera, edhe me sadak, edhe me pako, edhe me rroba, ndihmoni, vizitoni ato familje që ka nevojë, sepse kështu e kemi plotësu këtë festë, sepse kështu e kemi realizu objektivin ndoshta kryesor të kësaj feste, ajo është gjithë të kenë sofrë plot. Askush në mesin tonë, në shoqërinë tonë, të mos ketë sot që nuk ka çka më shtru në sofrën e tij. Zoti ju na mundsoft që këto festa që kanë këto objektiva dhe këto kuptime kaq të mëdha dhe të rëndësishme, me i festu, me i neru dhe mos me i haru. Shfrytëzoj rastin që t'ju uroj këtë ditë dhe këtë festë juve këto besimtarëve në vendin tonë dhe muslimanëve në përgjithësi, duke lutur Zotin që të sjellë të mira për muslimanët, për besimtarët dhe për njerëzimin e parë. Faleminderit për momentin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.